Përshëndetje miqtë e mi dhe ju ndjekës të kanalit Recetat e Mamit. Dihet që ka filluar muaj madhërisht i Ramazanit. Për gjithë besimtarët musliman, agjerim të lehtë dhe Allahu ja u pranoft. Është mirë tani këto ditë të bësh të gatuash ushqime të mira, të shëndetshme dhe që të mbajnë, se një kohë gjatë ti nuk do konsumosh asgjë. Është mirë dhe ëmbëlsirë, çdo ditë nga ëmbëlsirë të ndryshme. Në përgjithësi duhen ëmbëlsira të lehta, po të shëndetshme dhe me shumë pak sheqer që mos të japin etje për ujë. Dhe unë sot mendova, do bëj çdo ditë nga një, më të thjeshta, më nuk bëhen dhe çdo kush mund t'i bëjë në shtëpi, sidomos me këtë grurin turk, se në fakt dhe si ëmbëlsirë, besoj dhe mendoj, është ëmbëlsirë turke. Unë në fakt grurin, 250 gram grur, unë i kam lënë që mbrëm në ujë. 250 gram grur me një gjysmë litri, 600 ml ujë. Kam lënë gjithë natën në ujë. Me besoni, pasi e shplan e kullon, nuk ka nevojë as çerekore dhe plas kokra dhe bëhet shumë shpejt ashurja. Është shumë e thjeshtë. Njerëzit mund t'i fusin, mund të përdorin çdo gjë, dhe me thonë edhe fruta. Mund të përdorin dhe fiq të thatë. Unë bile një herë kam përdorur dhe fiq të thatë, po sot nuk kisha, se unë fakt po gatuaj ke goca. E bëra shumë thjesht me pak fare sheqer kaf, me kanellë, sigurisht kanellën, por në fakt kanellën e futa kur e zieva grurin, del fantastike shija dhe aroma, dhe arra dhe rusht të thatë. Vetëm një lugë 20 për zotin, dhe ajo jo e mbushur shumë, se gruri trashet, e kupton, bëhet shumë kremoze, nuk është nevoja, por në fakt, në thënë të drejtën e zotit, paret tanë nuk e kanë bërë me 20, po tani, sikur kjo 20 dhe shumë pak të jetë, gjithmonë as zjarta bashkë, bën si lidhje, del më kremoze. Ka dalë fantastike miqtë e mi, dhe unë i kam hedhur, do me thënë i kam hedhë 4 lugë sheqer. 4 lugë sheqer, po në 1 litër ujë ka qenë. Në 1 litër ujë, se trashet shumë plas kokra, duhet se zbën. Kurse në një gjysmë gotë ujë kam një gotë çaj e mbushur plot me 20, që bëra në fund fare lidhjen. Unë sheqerin ja hedh pasi zi gruri, se sheqeri sa do e hollon. Edhe ja hedh, sa po zi gruri, unë ja hedh sheqerin. Pastaj filloj me këto të tjerat. Në fund fare i hodha këto, ja, kjo është miqtë e mi. Duke ju uruar agjerim të lehtë dhe Allahu ja u pranoft, të ëmbëlsirë mund ta bëjnë dhe ato që s'agjerojnë më, dhe katolik të kodos kush, ama se tani rob zoti jena gjithë, i madhi zot na ka fal gjithëve, po në besim, në gjithë se në Shqipëri pothuajse 70% janë besimit musliman dhe tani janë shtuar aq shumë o zot që agjerojnë dhe të rritë. Unë kam dhe më punë për zotin dhe goca të reja, çuna të ri, gjithsesi është zgjedhja atyre. Një zot është për të gjithë, mjafto të jesh i ndershëm dhe mos t'i bësh keq dhe mos të mendosh keq, edhe të tjerat vin vetë pastaj. Ja miqtë e mi, kjo është ashurja e lehtë, e shpejt, me pak përbërës dhe shumë e shëndetshme.